Ajso ushqimet që ju ndihmojnë kundër rënies së flokëve. Gjatë sezonit të stinës së dimrit, shumë njerëz ankohen se flokët e tyre fillojnë të bien më shumë se zakonisht. Mos u shqetësoni. Ka disa mënyra për ta përballuar këtë, dhe një fillim i mirë është të shtoni disa ushqime të caktuara në dietën tuaj që do t'ju ndihmojnë të mbani flokët tuaj të shëndetshëm. Salmoni. Salmoni është i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat janë jetike për shëndetin e flokëve. Këto yndyrna të mira ndihmojnë në hidratimin e lëkurës së kokës. Po ashtu, proteinat dhe vitaminat që përmban salmoni kontribuojnë në rritjen dhe qëndrueshmërinë e flokëve. Spinaci. Kjo perime jeshile është e pasur me hekur, vitamina A dhe C, si dhe acid folik, të cilët i ndihmojnë në qarkullimin e mirë të gjakut dhe ushqimin e flokëve. Arrorët. Arrorët të pilla si bajamet dhe arrat janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, mineraleve dhe acideve yndyrore. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në forcimin e flokëve dhe parandalojnë rënien e flokëve. Avokado. Avokadot përmbajnë yndyrna të shëndetshme dhe vitamin E cila ngcit qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës. Një avokado në javë mund të sigurojë lëndët ushqyese që ju nevojiten për të mbajtur flokët tuaj të shëndetshëm dhe të fortë. Kosi. Kosi është i pasur me proteina dhe vitamin B, të cilat janë të rëndësishme për rritjen e flokëve. Ai gjithashtu përmban probiotik, të cilët ndihmojnë në shëndetin e kokës.